Në natën e parë të martesës, burri dhe gruaja bën një marrëveshje. Pavarësisht se kush do të trokiste, dera nuk do të hapej për askënd. Të dy ranë dakord me këtë kusht. Nuk kaloi shumë dhe prindërit e burrit erdhën për vizitë. Ata trokitën në derë. Burri i dëgjoi, zemra i rahu fort dhe deshi t'u hapte. Por u kujtua për premtimin që i kishte dhënë bashkëshortes. Kështu, ai qëndroi në heshtje dhe nuk e hapi derën. Prindërit e tij u larguan të zhgënjur dhe me zemër të thyer. Pas ca kohësh, erdhën për vizitë prindërit e gruas. Edhe ata trokitën në derë. Gruaja pa burrin e saj, pastaj syt i u mbushën me lot. E pushtuar nga emocionet, ajo përshpëriti. Nuk mund t'ua bëj këtë prindërve të mi, dhe u ngrit e hapi derën. Burri e vështroi skenën në heshtje, pa thënë asnjë fjalë. Vitet kaluan dhe çifti u bekua me 2 djem, për lindjen e tyre u bën festa të zakonshme. Mirë po, kur në jetë erdhi vajza e tyre, burri organizoi një festë madhështore për allore, duke ftuar të gjithë të afërmit dhe miqt. Gruaja, e habitur nga ky ndryshim, e pyeti: "Pse bëre një festë kaq të madhe për lindjen e vajzës, kur nuk e bëre këtë për djemt?" Burri buzëqeshi me dashuri të madhe dhe ju përgjigj: "Sepse e di që një ditë, kjo vajzë do ta hap derën për mua." Këto fjalë ja mbushën syt me lot gruas. Ajo kuptoi se sa speciale janë vajzat. Ato mund të rriten e të krijojnë jetën e tyre, por zemra dhe dashuria e tyre do të rrahin gjithmonë për prindërit.